ka luajtur përmes një organizate tjetër, jo përmes organizatës time. E qartë. Guxati, keni pasur kontakt me të mbjetuarit e kësaj masakre, cili ka qenë realisht edhe reagimi tyre dhe a pritet që një pjesë e tyre të jenë sot në protestë? Është e vërtetë, unë kam pasur kontakt edhe me njerëz që kanë qenë burgën e Dubrovës, që kanë qenë prezent ato edhe janë sot gjallë, falë Zotit edhe janë gjallë sot ata, po kam pasur takime dje, pardje edhe sot me familjarë tyre, ata janë çaq janë prekun as fell. Sa që më kanë thonë, leqës po na ndihmon shteti, po pse po na ofendojnë kaq fort, edhe pse po na rikthejnë 28 vite apo 27 vite mrapa, po na rikthejnë, dhe edhe eshat e tyre në vorë, ku janë s'po na i në natë, ku edhe ne kemi çdukën. Do thotë familjarët e tyre ende nuk e ndijnë veten, klijet nuk e ndijnë veten të mirë, për arsye se kanë familjarët e tyre të çdukën. Pak të mbili kjo, nëse shteti s'po mundi ndihmon këto vite, milion më në radhë njerëzit mos u mirë me këso tridhime, me këso rana, me këso gënjesa çfarë është i bëu ky zotnia që 6 vite rresht. Që 6 vite rresht u shkru kundër ushtrisë të Kosovës, kundër njerëzve që janë vrarë. Hajde, unë jam i gjallë, çka do në shkruan për mua, nuk mërzitëm fare. Po me shkru sot kundër njerëzve që kanë vdekur. Kanë më strajte për këtë vend, edhe sot mi manipulu vorrezat e dëshmorëve apo të martirëve, sot me manipulu me masakrat në Kosovë. Unë besoj është një turp i madh edhe për shoqërinë. Unë sot pres nga shoqëria civile dhe nga gjithë njerëzit që të vinë protestë, na bashkangjitem para kuvendi, gjithmonë protesta duhet me kalu mirë. Ne nuk kam thirrë një protestë as të mostroj, por kam thirrë protesta që të kalon shumë mirë dhe shpresoj se duhet me kalu mirë. Ne vetëm pasojmë një pak nasim. Për fund, me qenë se ka edhe pak minuta që ju ndajnë nga fillimi i protestës dhe nuk duam t'ju ngarkojmë më shumë duke ju marrë kohë. Çka prisni realisht, cili do t'jetë përgjigja qytetare për pjesëmarrje në këtë protestë, marrë parasysh që edhe 2 prej partive opozitare, PDK e AK, kanë konfirmuar dhe kanë përkrahur protestën? Jo, unë falenderoj për gjithë aty njerëz që kanë përkrahur, nuk do të bëj dallime te PDK dhe Aliancë, është edhe PSD-ja, është edhe Abdullah Hoti, është edhe përpajme Roma, janë shumë njerëz që mos i përmeni, falenderoj për gjithë tyre që kanë mbështet. Kështu mu përgjithësisht që na kanë mbështet njerëzit, e vullnetit mirë qytetarët na kanë mbështet, ne kemi gjetë mbështetje shumë në rrjetet sociale, në përkrajet tonë na kanë shkruar, tash do të mbarë të sot do të na dalë një protestë. Unë pres kanë kjo protestë me kalu mirë. Ne sot kemi kërkesa të tona të cilat do të qesim përpara kuvendit të Kosovës. Ne do të kërkojmë që ky libër sa më shpejt nga ministri i punëve të jashtëm, Glauko Njuca, që këtë libër ta tërheq sa më shpejt për gjitha ambasadat të Kosovës dhe mos bëhet ribotimi i këtij libri më, edhe do të kërkojmë, nuk do ta mojmë shet, që përgjegjëse të jetë Arbulena Haxhiu me komisionin parlamentar. E qartë. Guxati, të falenderojmë shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Me respekt falenderoj juve, ju gjithmonë keni qenë kohë jeni pranë neve. Unë ju falenderoj për juve, gjithmonë mediat e kanë derën hapur dhe jeni të mirëseardhur në organizatën e veteranëve. Kështu që di që edhe ju jeni të prekur në këtë rast, e di që edhe ju keni reaguar, po ja që fati po do që në këtë vendin tonë kem njerëz hala trupin Kosovës dhe kokën Serbisë. Faleminderit shumë Guxati.